Kanali Naunkës në Vlorë, i cili kalon përmes lagjeve 24 maj dhe 1 maj, po shndërrohet gjithnjë më shumë në një burim shqetësimi për banorët e zonës dhe në një rrezik serioz për shëndetin publik. Gjendja aktuale e këtij kanali tregon qartë mungesën e ndërhyrjes dhe mirëmbajtjes së nevojshme nga institucionet përgjegjëse, ndërkohë që situata po përkeqësohet nga dita në ditë. Aktualisht kanali është i mbushur me ujë përgjatë gjithë gjatësisë së tij dhe niveli i ujit është rritur ndjeshëm. Kjo situatë është krijuar jo vetëm për shkak të rreshjeve të fundit, të cilat kanë shtuar prurjet, por edhe për shkak të bllokimit të konsiderueshëm të kanalit. Për pasojë, uji nuk qarkullon normalisht dhe grumbullohet në disa pjesë të tij, duke krijuar një mjedis të ndotur dhe të rrezikshëm për komunitetin përreth. Një nga problemet kryesore është se kanali është mbushur me mbeturina të ndryshme, si mbetje urbane, plastike dhe materiale të tjera që pengojnë rrjedhjen e lirë të ujit. Këto mbetje jo vetëm që kontribuojnë në bllokimin e kanalit, por edhe përkeqësojnë ndotjen e ujit dhe të mjedisit përreth. Në mungesë të pastrimit dhe mirëmbajtjes së rregullt, këto mbeturina vazhdojnë të grumbullohen, duke bërë situatën edhe më problematike. Përveç ndotjes së dukshme, ujërat e ndenjura në kanal janë kthyer në një habitat të përshtatshëm për shumimin e mushkonjave dhe insekteve të tjera. Kjo përbën një shqetësim serioz për banorët e zonës, të cilët janë të ekspozuar çdo ditë ndaj rrezikut të infeksioneve dhe problemeve shëndetësore që mund të vinë si pasojë e kësaj situate. Prania e insekteve dhe ujërave të ndotura ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetesës dhe në sigurinë shëndetësore të komunitetit. Banorët e lagjeve përreth shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, bashkia dhe ndërmarrjet e saj të shërbimeve dhe pastrimit nuk kanë ndërmarrë ende masa konkrete për të rikthyer normalitetin në këtë zonë. Ndërhyrja e shpejtë është e domosdoshme jo vetëm për pastrimin e kanalit dhe largimin e mbeturinave, por edhe për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës. Nëse nuk merren masa në kohë, problemi mund të përshkallëzohet dhe të shndërrohet në një krizë mjedisore dhe shëndetësore për gjithë zonën. Pastrimi i kanalit, zhbllokimi i rrjedhës së ujit dhe vendosja e një sistemi të rregullt mirëmbajtjeje janë hapa të domosdoshëm për të garantuar një mjedis më të pastër dhe më të sigurt për banorët. Situata e kanalit të Naunkës është një shembull i qartë i nevojës për më shumë vëmendje dhe përgjegjësi institucionale ndaj infrastrukturës dhe higjienës urbane. Banorët presin që autoritetet lokale të reagojnë sa më shpejt për të shmangur rreziqet dhe për të rikthyer një mjedis të shëndetshëm për komunitetin.